Gjesi lavdishëm në adeun ton socialist, mirëmëngjes edhe për Greta Doganin. Adeun ton socialist, më pëlqen mirëmëngjes. Është vërtet. Okej, është vërtet, po. Nesër ama do themi mirë se vini në narkoshtetin e vetëm të Europës. Pse nesër? Po sot unë ndjeva socialist. Nesër ndjem narkos. Unë po vazhdoj me linjën tënde atëherë. Po dita e djeshme ishte çik më. Djeshin demokrat, ishte 8 dhjetori. Mos ishim dje, edhe pse po çivja mediat kombëtare miq të dashur, si duket sikur i bëjmë këto skenare, por në fakt janë gjithë improvizuara. Po çivja mediat kombëtare ditën e djeshme, heroi 8 dhjetorit ishte Ramiz Alia dhe jo studentët. Fevziu kishte vendosur që të transmetonte intervistë 2006-s. Pa mirë. Për fëmijët u trembën disa fëmijë se mendonin mos ishte në intervistë e re e Ramizit. Nga përtej, erdha t'ju thomë që ne vendosëm të shpallim pluralizmin. Si dhe qoftë, ndërsa media tjera kishte, nuk e di, nga njerëz që akuzonin studentët që s'kishin bërë gjë, të tjerë, do më thënë i gjithë spektri, se këta punojnë me spektër në çdo çështje. Ishte rëndë, por e drejta ma asnjë fjalë shpike. Dhe spektri mbaronte me ata që thonin që në fakt ishte e gjitha një skemë e sigurimit shtetit, nuk ekzistonte as sot demokracia, është e gjitha një iluzion, në mendjen tonë jetojmë në Matrix. Nuk e di, kështu gjëra është. Këto krahasimet më pëlqejnë. Megjithatë, për herë të parë dje u publikuan në media tjera, flasim gjithmonë, edhe disa pamje nga folklorja, nga protesta e djeshme. Për herë të parë? Për herë të parë, po. Dhe kishin zgjedhur pikërisht një personazh i cili ndryshe nga të tjerë që mbajtën fjalime shumë gjata, ai thjesht falenderonte të gjithë pjesëmarrësit. Po, dhe pra kjo ishte ajo që pash në mediat e tjera. Kjo ishte e rëndë, se ai falenderoi pjesëmarrësit. Po. Dakor, sigurisht do këtë pasur arsyet e vetë Gjin Gjoni, një personazh cilin e kemi pasur në këtë emision disa herë është pikë referencë në fakt në Bruksel dhe në Parlamentin Evropian, një kërkues shkencor i shkencës politike. Megjithatë, do e pyesim ta ngacmojmë orë çe pata ato fjalim, se ishte 18 sekonda se Mero e kishte matur me sekonda. Vërtet? Po, ka fiksim. Nuk i shpëton asgjë. E ka fiksim sa zgjasin burrat. Flavio, mirëmëngjes të gjithëve, nisim edhe një herë, jeni duke ndjekur Kafe Sheto në Syri Televizion, po ashtu dhe në Syri FM në 89.8 MHz, për të mos harruar faktin që jemi gjatë gjithë kohës live streaming në YouTube. Megjithatë, për 8 dhjetorit, 9 dhjetorit kalendarit, më në fund janë realitet kur hypën diku dhe shef Kanadan. Nuk e di sot që nga në një formë barbare. Megjithatë, miq të dashur, pyetja është e thjeshtë, ore ç'a bëhet me Belën, si e kemi, ç'a bëhet me ato projektet që do firmosë dhe prandaj nuk e lëshojmë, prandaj nuk e shkarkojmë. Madje kryeministri dje arriti një tjetër nivel edhe më të lartë çmendurie, jo vetëm Belën që se shkarkoi. Por as shkarkimin e drejtorit të ARSH-s, që është gjithashtu i pandehur dhe një drejtori tjetër, siç është më duket ai OSHS, nëse nuk gaboj edhe ata sigurisht për kështu burg politik, për ndjekje politike. Po dhe totalisht kështu ka qenë një shprehje në vitet 90. Për çfarë bëre burgti? Për politik. Për politik, po. Shoqëroi me këtë. Shoqëroi me këtë gestin që ishte tamam i përndjekur politik, por kjo është një histori tjetër. Sepse politika është komplekse. Është çik komplekse. Sidoqoftë miq të dashur, jemi kurioz çfarë bëhet me Belin, sa mirë ndjeni që vazhdon të jetë e lirshme, sidomos pasi ju ka vjedhur më shumë lekë se ç'është e mendueshme. Zërat kanë arritur deri në një shifër, që më duket pak e vështirë ta besoj dhe do ishte e rëndë nëse do ishte e vërtet, është shifra më e lartë që kam dëgjuar deri në këtë moment është gati 10 miliardë euro që i ka vjedhur. 10 miliardë euro. 10 miliardë. Që mund të krahasohet miq të dashur vetëm në nivel diktatorësh afrikan. Ata që kanë dhe miniera gjigande. Po. Aria apo Argjendi, aq ka çun shtëpi Bela. Ta ajo shkalla H, kujtohet? Më kujtohet. Priste dhe vizita aty? Edhe pse publiku t'i është dhënë si ushqim fakti që ka ca video hot, ne, me thënë drejtë, nuk du të shohim filma porno me Belinda, se nuk do t'jetë asnjë pamje e këndshme, du të shohim lekët, do ishte e mrekullueshme. Ai po do ishte një film që do doja ta shihja dhe do paguaja bilet për ta parë,
se si kthehen lekët e vjedhura në. Gjithashtu. Prandaj jemi kurioz në 069-27-22-27-2 është numri i telefonit. Mirpresim opinionet tuaja nëpërmjet mesazheve apo linjës telefonike të zakonshme, jo në WhatsApp, ta specifikojmë pak. WhatsApp është vetëm për mesazhe miq. Po. Pra tema është çfarë po ndodh, çfarë bëhet, nga bëhet Belinda. Vazhdojmë me telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Duke mirë emisioni jon i kthyer nga televizori, për të paktën e vlerësojmë faktin që pavarësisht se nuk flet e shohim që na ndjek, është jashtëzakonshme. Ndërkohë regjia, nëse ka të tilla telefonata, mund ta zëvendësoni me një tjetër, se e dim që shumë njerëz na ankohen për faktin se nuk kapin dot linjë, kështu që përpiqeni ta kapim linjën sa më shumë, të pranojmë sa më shumë telefonata mëngjesin e sotëm, të paktën e dim që s'kemi një shikues sot. Na mungon një shikues, për do ta them se cili, pasi të mirëpres telefonatën në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Gjerte mrekullueshme, përshëndetje Flavio, i mrekullueshëm. Përshëndetje. Po, si është tema se nuk ju shikoj, nuk... Po mirë, nga na ndjekti, nëse s'na shikon? Dëgjoj, unë përpara shikoja se kishim një antenë atje ke shtëpia dhe tash nuk e di, kam një që nuk shikojnë dot asnjë gjë. Unë të them nga këto të vlorës. Me Belindën ç'a bëhet? Kjo është tema sot. Që kujton se harruam ne. Po ç'a themi amano. Ç'a themi për ato janë të thëna të tëra gjërat. Se për 7.000 euro ke blokur ati milimetës u dosh Tirana, u dosh kryeministria, ku se kryen me miliarda, jo miliona, dhe... Kjo është lajmi, kjo është risia që kemi shku të miliardi tani. To qarë tani, në Shqiptarët u ngritën, e dojë, i sakatuan policar në kramët, në 21 janar, i hoqën s'ranë, shok të tyre se si këshim e mati do këshim boksopa ata. Rrëzën dhe ata studentët që dojnë nga auditorin nga shkolla atje. Ata ishin të gusëm, qarta shi. Më njëse, kujton ta 21 janarin, no. I mete Rama sa pa qenë pushtet ata i përbalonse në për atje, në trotuar. Se si me sot e di Rama, mo. Po i vranë policët, mo, vini krisma nga turma, se ne kishim atje pjestar të gadës dhe policia atje. Vini krisma nga turma, jo nga të flitet e drejta për 21 janarin. Edi Rama e dodi Shqiprima për blokun e Ilirmetës, son ta një shikoje. Se nuk e kështu ata. Dhe jush rëses, dhe jush ata, dhe jush nuk e meriton t'i truas asaj. Se nuk e burgos atje, të vej në burga jo. Po qa do bëjmë burga jo? Të kardët në atje, të arrajnë ato, të burgos atje si ati pusin dru t'i pusin. Pra ta qëjmë burg që ta rafin ca gra. Po ta rafin ato gjate burgut atje, ta bëjnë sopa, ata e viza Shqiopavine, ata Olta gjastën e. Po. Elisa nuk e mban burgun. Olta ndoshta po. Elisa është bërë shumë delikate në... Dakor, zonjë, faleminderit për telefonatën e përshëndesim zonjën, ndërkohë do vazhdojmë me tjera mesazhe. Ben Grori prej Tirane na thot, ju përshnes e ju uroj shëndet e jetë gjatë të dyve. Faleminderit shumë. Dje ishte një ditë e madhe për demokracinë atë dheun tonë të dashur. Ëndra ta bëjmë Shqipërinë si Europa sot është shuar fare. Dalin e pëllasin me gishta në vesh, delen gjilere, batakqin, besoj se më trove. Batak, jo baktak. Batak qiler që s'kon as i lidhe me vitet 90. Populli e ka hongër nga këto ish komunistët e spion sigurimit, që edhe sot drejtojnë këtë vend. Niprit e mbesat e tyre, djemt e vajzat e tyre. Pra kjo është tragjedia e këtij populli. Komunistët nuk dorëzohen. Pse çana do Inzaghi? Kjo është teoria. Pra populli vazhdon të ngjohet shprehjen e famshme, moj kumri. Edhe se vazhdoj dot se. Nuk e diun se vazhdon. Ku po rri? Ja. Jo. Moj kumri, ku më ha e ku më kruti.
Dakor, dhe falenderojmë Beni që na shkruan rregullisht dhe ka mesazhe interesante, më mungojnë ato nga Tepelena, po është janë këto tironësit në mëngjes. Ose nuk i ke lexuar. Unë përpiqem ti marr me radhë që të mos kemi kështu hatërmbetje. Mirëmëngjes Flavio, po keni mundësi dërgoni ndonjë gazetar të kryetarit të qarkut Gjirokastër, Dino Selimi urdhëroi çat tash. Dino i famshëm, se shumë po fryhet poshtë e lart, thotë që s'jam unë shoku i Tërmet Peçit që volli se i deshi qefi. Një pyetje. Dino Selimi. Dino, dëgjoj këtë s'është e bukur. Ku i gjeti 2 apartamente në Tiranë, apo ja ka fal gjyshi si Dino Selimi dhe Tërmet Peçit? Janë të dy hajduta 97. Mos e lini pas dore këtë problem për respekt. 2 apartamente, me thënë drejtën, janë shumë. Janë goxha. Sa keq që ne kemi pasur gjyshe që s'kan menduar për na. Unë me thënë drejtën të pasur e kam pas, po. Vërtet? Po, si ka mundësi e kështu? S'të lënë, nuk të lënë. Mirëmëngjes, gjatarët përdorin disa fishek për gjuhëti, për zoq, për lepurin edhe për derra. Pra janë fishek të ndryshëm, do të thotë. Po. Ky do, ja, tashi se nuk vritet okej. Tashi jo kështu, mos na jep mend kështu. Mirëmëngjes, sa gjuna ai Gjergj Luca, nga që rri me peshqit është bërë trupesh. Që nuk merret me kultivimin e midhjes, ajo do kishte qenë rënd. Vazhdojmë me telefonat, alo mirëmëngjes. Alo mirëmëngjes. Që nuk merret me kultivimin e midhjes. Mirëmëngjes. Hajde, se nuk kemi kohë që na pret Gjergj Luca. Se po dëgjojmë Flavion. Përshëndesim zotrin, zot na ndërpresi, prandaj nuk fleti. Po sqaroj regjia ku merr në telefon që je live, ule televizorin se do ngatrohesh. Mirëmëngjes, më vjen mirë që është një gazetar si Sami Neza që vendos pikën mbi se regjimi sot më është thjesht një hakmarrje e ndyrë e bijve për etrit e përmbysur. Mjerkush nuk e ka kuptuar se kontribon në rrënimin e plotë të Shqipërisë. Nëse mirëmëngjes, ai kupton sa të përgatitur janë. Këtyre nuk ja merr pushtetin. Kur demokratët bëjnë gjithë ditën teori, këta po grabisin lekët tona, kanë vjedhur aq shumë sa nuk e mendon. Ajo shifër që dhe shto akoma, më shumë se 10 miliardë euro. I bie që një vit na mungon plotësisht, një vit e gjys na mungon plotësisht në kalendar, domethënë, nëse kanë vjedhur aq shumë. S'kemi ngrënë, s'kemi pirë. Do ishte rregulluar kjo situata e ujit, thua? Me 10 miliardë. 1 miliard. Me 10 miliardë euro të vjedhura? Kishim rregulluar situatën e ujit në Shqipëri, Itali dhe në Afrikën Veriore. Çereku Saharas do ishte kështu si myzeqeja. Nuk e di, është pak çudi. Megjithatë, miq të dashur, dje ka pasur një përpjekje spektakolare për ta kthyer, prandaj nisa me mirëmëngjesi për Shqipërinë tonë socialiste, ka pasur një përpjekje spektakolare për ta socialistizuar edhe 80-torin dhe sigurisht për ta kthyer kuvendin në një paradë shoqesh socialiste. Pam. Sara Mile ka qenë parada apo parodi? Do duket si batut kjo. Por nuk është. Do duket si body shaming, por ne nuk bëjmë të tilla. Të lutem mos e bëj. Faleminderit Greta që kujdesemi. Më shmang dhe një gjob nga ama. Sara Mile në kuvend. Le të flasim vetë pamjet. Njëshin të lutem regjia. E para është kur isha shumë e vogël, ndoshta 14 vjeç, 15. Ishte hera ime e parë që bëhesha pjesë e një salle ku diskutohej realisht për politikë. Me gjithë shef shkoj atje dhe zë një nga vendet e fundit. Një zonjë në mosh më prek let nga krau dhe më thot: "Po ti ç'a bën këtu? Je shumë e vogël për këto diskutime. Shko del jashtë me shoqat." Për respekt, dola jashtë, në fakt, edhe pse nuk do doja, edhe qëndroj me mua gjatë një pyetje. Përse duhet dilja? Përse ekziston një tryez ku të rinjt nuk duhet jenë? Ditën e parë kur bëra pjesë e parlamentit, ja ktheva përgjigjen. Njëri qëndron jashtë një tryeze derisa vendos të marrë guximin për mos thënë jo, për të mos u çuar nga karrigja, edhe për të shkuar dhe për të përfshirë. Nuk po flasun, more ti përsi më them, mos thuaj ato që ke ndërmend, nuk do i them. Vazhdo. Më preku jashtëzakonisht këtë histori. Ishte prekse këtë. Shumë ndjer. Më preku po aq lehtë sa zonja që kishte prekur. Mua më pëlqen njerëzit që kanë ndarë mendjen që të vegjël me çfarë do merr.
Mos qesh. Megjithatë, të paktën ka momente kur e pranojnë të vërtetën. Ma e dyshin. Pikërisht largimit të rinjve. Është fakt. Edhe ne nuk duhet ta mohojmë, përkundrazi. Duhet ta pranojmë, duhet ballafaqohemi me këtë. Jo pak herë kam qenë edhe unë në dilemën për t'u larguar, pak edhe nga presioni i shoqërisë me patjetër. Është hera e parë që pranohet. Nga krau maj që kemi një problem me largimin e të rinjve. Faleminderit. Ndërkohë miq të dashur, ju kujtoni se do flasim vetëm për Sarami. Po jo. Ju kujtoni se nuk ka ndodhur ajo që mendoni që mund ndodhte. Ka ndodhur. Është e vërtet. Po si rrinje? Si rri këtu Duhet të çojmë në këmbë? Dhe nuk jem në parlament. Jo, unë e kam kuptuar shumë herët në disa tryeza të tilla të ngjashme me ato ku ka qenë zonja Mile, që nuk i përkas atij ambienti. Edhe ul Zeqineja. Tani kështu është kur e le karrikën poshtë. Nuk e di kush mund të ulet këtu që ose s'vjon një 2 ditë. Dakor. Ta dëgjoj pak Zeqineno. Ta dëgjoj. 8 vite më parë, ashtu si ju sot, edhe unë isha në këtë sallë në një aktivitet. Gjatë aktivitetit pyesja veten. Stop. Po këtyre kanë dhënë njëti fjalim? Edhe kjo kur ishte 14 vjeç ka qenë po aty? Jo, 8 vite më parë. Pas ka qenë çik më e madhe. Po. Edhe kjo pyeste veten. Po patjetër. Të gjithë pyesin veten. Deri në momentin që bën pjesë, sepse pyet dikush tjetër për ta më tej, besoj unë. Ora si quhet kur flet shumë me veten? Është një shenjë e lartë inteligjencë, thon disa. Ti e pyet, vetet përgjigj. E kuptoj. Dakor. Kaç ishte fjalimi i Zeqinenit, më i shkurtër se ai te foltoria? Për çfarë e pyeste veten? Pyes Lotin, si Elsa Lila ndoshta. Hajde, edhe një herë Zeqinen. Se jo. Vite më parë, ashtu si ju sot, edhe unë isha në këtë sallë në një aktivitet. Gjatë aktivitetit pyesja veten, a mos vallë do t'jem unë këtu realisht një ditë për të përfaqësuar qytetarët tanë, për të ngritur zërin dhe për të sjellë këtu shqetësimet e tyre, dhe ja ku jam sot këtu përpara jush. Ëndra ime është bërë realitet. Prandaj me shumë punë dhe besim, gjithçka mund të realizohet, gjithçka mund të bëhet e mundur. Asnjë gjë nuk është e pamundur. Prandaj të nderuar koleg, deputetët e ardhshëm i kemi këtu me festë. Ta kanë një dorë që ja shkruan atë fjalimin e gjërave të pamundura që bëhen mundura. Kupton? Dhe kishte ëndra e kësaj ishte të profesionte hallin e qytetarëve. Po. Tani me që kontrolluesit kontrollojnë të kontrolluarin dhe të kontrollueshmin. Pa herbete është e vjetër dhe kjo. Pyetja ime është, po e gjetët një rast kur kjo ka folë për qytetarët e Roskovecit, një hall. Një foto vlen sa 1000 fjalë. Ajo foto që është të Pellgu. E bukur shumë. Me atletet e bardha. Megjithatë, me që jemi te qytetarët e Roskovecit, është një qytetar i vogël i varfër me mendim ekonomike në Roskovec. Po. Që edhe këtë dhe shoqen edhe shefin e vet, Bufin. Po pse qesh më? Shu e ka, Majlinda Bufi, nuk po tallem. Jo, qëndron. Tashi. Ai tjetri ka emrin Tërmet, pseudonimi, se ka emrin e vërtet. Nëse se gjatë historia, i ka çuar në spak të dyja. Po pra, e kam ndjekur këtë rast në fakt, e pash edhe të Piranjat, shumë interesante se si Davidi kundër Goliathit edhe i ka çuar të dy meduzat e vogla të Roskovecit. Megjithatë, ai ishte një ndër rastet që e hedh poshtë çka po thonim ne, sepse zonja Zeqine dikur në drejtoreshe IMT-s, po, i sqaronte qytetarit në fjalë dhe i sugjeronte që ta dëgjonte zonjën Bufi sepse nuk të del keq. Jo. Po dëgjoja atë. Të pinë zeza për ndryshe, po kjo është histori tjetër. Sepse për ndryshe i bën 5 vite burg minimumi, po. Po, lirshëm. Unë thjesht po ta sugjeroj. Bravo, Zeqo, bravo. Ndërkohë më që dashur më vazhdojmë me telefonata dorë me Belen ç'a bëhet, po mirë lëri këto, me lekët tona ore ç'a bëhet. Na e thot telefonata e radhës, mirë do ishte. Ta mirpresim në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në radio. Po dëgjojmë fakt. Për Belin, kasim. Po për. Po si nuk po shohut herë për Belindën. Belinda sot dhe Belinda nesër, Belinda mas nesër. Çao bo kjo punë Belinda gjithmonë Belinda ju. Ju gjithmonë me Belindën merrni.
Po pse me çfarë do merremi me Zeqinen? Po jo më të një gjë, atë po edhe i kufin. U bë Belinda. Ka i kufi, ke drejt. Kufiri është po jam as bata këtu të shit. Belinda thot Belinda nesër. Ato parat. Po lëmë parat. Mi dakor, do ja japim lirinë vetëm me lekët. Belinda nuk ka bën gjë. Aha. Me këtë do të merremi ne sugjeroj ti. E bën të gjën këtu Belinda sot Belinda nesër. Po Belinda, jo Belinda, ju keni përket edhe gjyshin e Belindës. Gjyshi Belindës, merr edhe me gjyshin që ka bërë. Shash burri kjo. A të merr me Belindë gjithmonë, tan ty Belinda që ka vrarë ka bonomet ajo. Ajo nuk bën punë, është. Po me çfarë do merremi, na e thoj pak? Po jo me gjëra të tjera. Me gjendjen e Tiranës. Edhe një? Ç'o merrem me gjërat e mira që ka bën. Çka ka bë Belinda të mirë? Gjithat mirë, ka bën, energji ka bën, hoq generator, si kanë pas mush qytetin me generator, zhurmë i hoq ajo. Se Belinda jo që? Furnizoj gjithë vendet energji. Dgjoj, ke një 9 vjet, të mungojnë një 9 vjet histori në jetën tënde. Jo 9 vjet histori, sepse të mungojnë pra nga 2004 deri nga 2013-14, ke një vakum dekade, nuk e di nga ke qenë ato 10 vite. Jo këtu mos ke qenë jashtë. Unë nuk kam gjë Belindën. Të mungojnë një 10 vjet. Ju merrem me pasojat e Belindës. Të mungojnë një 10. I ke pak të rrugë të reja, i ke pak të rrugë të reja që janë shtruar në kohën e Belindës. Rrugë të reja i ke parë. Kur don votë, kur vjen përmirësia, kur vjen sira, kur vjen fortuna, rrugë shimen. Po pse fortuna ta ka fajin që të pastrojnë gurat e veshkave kur ecën me 90? Nga gropët. Sa i paston mirë gjithmonë në këtë. Nuk i paston që se kur bjerë sa të kryon edhe ty edhe muaj. Po në gjë tjetër të bukur, që ka bo Belinda? Është zbukuru dhe vetë, këtë drejtë këtu. Po, e zbukuru... Si është bo, si plum. Problemi është ju keni me gjithë volë, Belinda, sot e Belinda, nesa e Belinda, sola Belinda, sola... Po kur me... Pse ore, ti dhe shtetit epitete... Dile aty ku do me taj, thuje të fundit. Belinda jave lupia. Po me ofenduat tjetin, me vajzata, me tjetët, me familin e vetë. Se kujt jemi morë me familjen e? Po, pse nuk e thuhem në Belinda, po lupia. Që kjo? Në asë një moment nuk është... Në cilën pjesë të më ngatrove me Berishën mua? Sala dhe le lupia, thot. Nuk e thot e me. Po mi më e ka për sasin e lekve që ka marë. Ore, ti me ndon, një sekund. Ti me ndon se Belinda ka vjedh në i lek, apo jo? Po shka vjedh Belinda. Ka vjedh apo jo? Ju quni punimet që ka bo. A ka vjedh apo jo? A ka vjedh apo jo? Nuk ka vjedhër. As si vjedhje nuk ka bo. Dgjoj, unë e kuptoj edhe dashurin për një individ, edhe pëlqimin, edhe angazhimin, edhe militantizmin, i kuptoj, ma beso. Po nëse kontrolli i lartë i shtetit të thotë që janë vjedh, për shembull në një vit si 2018 janë vjedh 2 miliardë euro nga buxheti. Ti, kush mendon se i vjedh ato lek? Berisha. Berisha? Mirë. Faleminderit zotri për telefonatën tuaj. Unë them të presërisht. Nesër, nuk e di me këto merrem nesër. Nesër, unë them prapë me Belindën. Po Edi, ka vjedh Edi? Apo iku? E kemi? Iku e? Iku. I ngeli atrim, thotë regjia. E të prove. Kërkoj ndjes. E të prove të shimi. Kërkoj ndjes, madje sugjeroj që të lëvizim nga kjo temë, vetëm për një moment, sepse kemi edhe disa lajme shumë të rëndësishme që na ka përcjell redaksia e informacionit. Një është shumë interesant në fakt që në duket si lajm diplomatik, por mund të shihet edhe si një mesazh i koduar. Amerika po thotë se censuruesit e fjalës së lirë nuk janë më partner për ta. Është administrata Trump që raportohet se ka urdhëruar zyrtarët konsullor amerikan të zbatojnë kontroll më të rreptë ndaj aplikantëve për viza dhe të refuzojnë çdo që rezulton se ka marrë pjesë në censur ose në tentativë censurimit të fjalës së mbrojtur në Shtetet e Bashkuara, sipas një komunikimi të brendshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Reuters gjithashtu ka raportuar se direktiva e dërguar në të gjitha misionet amerikane më 2 dhjetor
I udhëzon zyrtarët konsullor të shqyrtojnë CV-t, profilet në LinkedIn dhe çdo informacion publikisht të disponueshëm për të përcaktuar nëse një aplikant ose një familjar, antar familje që mund të udhëtojnë me të, kanë punuar më parë në fusha si dezinformimi, keq informimi, moderimi përmbajtjes, verifikimi fakteve, përputhshmëria apo siguria online. Diçka që në Shqipëri e shohim shumë prezente si situatë, apo jo. Rrjetet sociale po përdoren shumë për propagandë. Qëllon, dhe me gjejmë ke propaganda, dje kishin pasur të bukur shumë me Belind Këlliqin. Ku? Kalo dhe Mero, dy të zakonshë, sidomos Kalo, fiksimi, që e ka obsesione, nuk ka faj. Kishte gjetur një bised shokësh të Belindit, ku shokët si që bëjnë në gjithë korat dhe në çdo vend. Ishin tallur me shokun e tyre që ka një angazhim publik, dhe e kishin sjell si provë që ky bashkëpunonte me qeverinë për të bërë protesta kundër qeverisë për prishjen e teatrit. Sa? Ishte që nuk e kuptove? Jo, e kuptova, po më duket si e pa sens. Si funksionon të skema, nuk e dim akoma. Nuk e dim akoma, more. Nëse Belindi kishte marrë protestuesit, si që kishin thënë, dhe kishin shku me lut letra. Por kjo është një histori tjetër, megjithatë, është mësuar Kalo të mbajë gjyqe, dhe ne nuk do me hallin e tij, mirëmëngjes, sipas logjikës së mortis, i bjet mos i arrestojnë ata që vjedhin se nuk ka kusht firmosi. Okej, atëherë mos arrestojnë edhe ata që vrasin, se s'ka kusht të vrasi. Pak e rënd. Por e drejt. Ndërkohë, regjia bëj atë telefonatën, dje në ditën e rinis kishte ditëlindje një njeri që nuk është aq i ri, po ka qëndruar shpesh i freskët në hapësirën kulturore dhe do donim që mos merreshin vetëm me politik, mos thonë që vetëm kritikojmë njerëz. Është momenti në njëherë edhe për të komplimentuar. Absolutisht, për të falenderuar në fakt për gjithë kontributin e vet. Pritë nëse i kanë humbur numrin. Kanë humbur numrin? Po nuk po e marrin dot ta urojnë. Bëj shaka. Ja, e gjetën numrin. Erdhi momenti. A vlen ta bësh një ditë pas shumë? Ja, nuk do e bëm. Nuk do ta bëm. S'kemi kohë. Nuk është zgjuar. Udhëroni. Maestro Zhani Ciko? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kishi ditëlindje ndje? Po. Edhe 100 pra. Gëzuar ditëlindjen. Faleminderit. Dhe ju paçim sa më gjatë. Rafshi, se dhe kemi shëndet. Tani t'ja themi kush po uron. Patjetër. Po pra. Flavio Qarri, Greta Togani, Kafe Sheto në Syri TV. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj. Kaq kishim maestro. Falenderit shumë Flavio. Falenderit. Tash ka njofta zërin. Tash që te maestro të njofta zërin. Edhe një shumurime. Falenderoj shumë. Të përshëndesim live nga emisioni. Përshëndesim maestro Zhani Cikon, miq të dashur, sigurisht ato pa kasete që kemi në këtë vend, leti kremtojmë sa herë që ne kemi mundësi. Mirëmëngjes Flavio Belinda, këtë fundjavë po sistemon gazonjere në Pogradec. Po e bën me këtë metodën e arredimit Feng Shui. Wow, minimalizëm edhe. Po. E ka parë te serialet e Marie Kondos në turqisht. Marie Kondo. Më pëlqeu kjo. Të pëlqeu Kalipi? Ishte simpatik. Shumë tranzicion i bukur. Vazhdojmë telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo. Urdhro. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Një kuriozitet kisha. Jepi. Qa ishte ai figura që rrudhe Belindën, që nuk vjet Belinda? Në kushuri nga peshkopia do. Babaki për zotin është brillant. Më hajdute, më plerë, më qelpsit, më ndërstir nuk bëhet, ba. Ja. Mirë, të rojë për sëmetje, gjithë mirë. Dakor, të përshëndesim zotrin, mirëmëngjesi. Bela, pas ka qenë personi më i rëndësishëm në Albanistan tash 100 vjet, sipas shokut Rama. Ndaj saj nuk po merret në masë se është bashkëpunëtor në vjedhje të rrallëtashme me Bablokun. Ai çdo ditë që flet për pamundësinë e funksionimit të qeverisë, pa u kthyer në punë Bela. GK do marrë vendim në favor të Bela Brekushes, Tota Bazi nga Tirana.
Nuk është në çudi. Mirë mëngjesi Belën edhe gjithë kabinetin e hajdutërisë. Rama i ka futur në pantallona, po kur t'i bien brekushet, si do shkoj puna? Ta ulan muka. E vërtet është ai në përzyr rri me brek, siç kemi dëshmi nga ish zëvendësministri, kështu që. Sërish, tani duhet të ruhem unë. Nuk do ishte diçka e pa parë? E kemi parë dhe më keq. Lajmet? Mirë, dakor, ezi me lajmet. Jo, do ezi me mesazh, lëri lajmet, çfarë ku kemi kohë për lajmet? Çfarë lajme shka sot? Dita e rinis përkujtohet lëvizja 8 dhjetorit. Rama 3 milionë euro për betejën e dështuar me Beketin e morët vesh. Besoj që humbëm gjyshin përfundimtar me Franceskon. Da i refuzon të... Jo, që do e japi lekët, do e japi se diti marrin ata, të vinë të shtëpia. Lekët e mia? Lekët e tua, nga ato që thoshte Benameta që kokër leku nuk do e japim, po kokër më kokër do e japim, po ju se kuptuat. Ai nuk tha kokër leku në atë kuptim. Donte thoshte kokër më kokër. Ai qartë, pas kemi kesh kuptuar. Ishte në fakt një ekspozit shumë interesante. E Ramës? E Ramës, po. Çfarë thumi këta? Mendova se do ishte në Tepelen ose në Gjirokastër ose Paris dhe Londër. Në Paris dhe Londër dhe bëhet fjalë për Freeze London dhe Art Basel Paris. Shumë vizitorë u habitën aty kur gjetën shumë egzotike tingëllon. Kanë gjetur një artist të papritur që është pikërisht kryeministri i vendit Edi Rama. Galeria nuk humbi kohë duke shfaqur këtë prurje të re, që i kushtohet një muri të tërë në Freeze London në tetor. Janë rreth 25 vizatime shumë ngjyrshe, me stilo laps dhe vaj, shoqërohen nga 2 skulptura bronzi. Të pikturuara, janë përfshirë shumë artistikisht këtu. Po titullin e medias artistike e pe? Po. Rama artist për të pastruar imazhin nga korrupsioni. Se në fakt është shumë e çuditshme gjithë kjo situatë. Ndonjëherë, pale sigurisht e marr me ujë sa merret me piktura. Sa merret me bojra ujit, merret me ujin me vërtet? Janë me vaj këto në fakt. Ka edhe po, është frymzuar nga Kandinsky. Ka kritik arti që në fakt fondet e tyre në Shqipëri dhe mund të jenë bllokuar totalisht për të realizuar të tilla ekspozita ose të afrohen këtyre, që e përcaktojnë stilin e kryeministrit si një formë të re të neo-ekspresionizmit me përzierjen e ekspresionizmit, abstraksionizmit dhe formalizmit. Kështu ka thënë të paktën zoti Gripshi, artist dhe kritik bashkëkohor gjithashtu. Por vërtet pyetja që shtrohet është, a është duke pastruar imazhin e vet? Pa si plas për imazhin, është duke pastruar lekët. Eci me tjera mesazhe. Unë doja të shihja një ekspozit vërtet diku në Shqipëri të... Ndoshta do mund të perceptonin diçka më shumë. Arti supozohet që të ndihmojë të shprehesh më së shumti. Ndoshta ne nuk po e kuptojmë në ndonjë farë pike. Ndoshta Belinda nuk është apo jo. Nuk vlen si. Çe keni jetë te kafja? Ishte telefonuesi. Me Belindën ç'bëhet tani është në dorën e organizatës së partisë së gjykatës kushtetuese Kimiko Tragjedi. Okej, vazhdojmë me mesazh tjetër. Përshëndetje, në shkrimin tim në FB kam shkruar se janë ngjallur brumbuj që fshihnin në 90-ën foton e Enverit. Se kemi parë shkrimin tënd në FB. Na e dërgoj linkun. Ndërkohë Adriatik Lapaj ka pas ftohtë gjithë natën. Dgjoj. Ashtu dukej. Për te shakave, unë do i kishte sugjeruar ndonjë deputetit Partisë Demokratike të merrte një karrige kampingu nga ato të palotshme, edhe të ulej aty afër. S'do ishte keq. Kështu që ti ku mirë bën për kauzën e vet, për partinë e vet, për ambicien e vet politike, për imponimin dhe impostimin e vet edhe mediatik, ka të gjitha shumë mirë sepse është duke filluar një rezistencë aty. Në i tjetër do ishte mirë ta bënte. Ti do dile? Patjetër që po. Ja. Por me atë çadrën. Më pëlqen ideja, ndërkohë miq të dashur, është momenti edhe për Adriatik Lapajn, po edhe për gjithë të tjerët, për një sedaton, sepse sedaton të qetëson, është një qetësues që ndikon në sistemin nervor, patjetër, duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi, përgjithsisht përdoret përpara procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar sadopak ankthin, frikën, shqetësimin,
por mund të ndihmojë edhe në gjendje kur trupi ka nevojë të pushojë dhe të çlirohet nga lodhja. Në ndikimin e sedaton, muskujt relaksohen, frymarrja bëhet më e rregullt dhe mendja gjen ekuilibrin e vet. Ndërkohë ne do të kalojmë në një shkëputje të vogël fare publicitare. Rikthehemi pas pak, ju mos u largoni, qëndroni me Kafe Sheto.